Faktura fiktive dhe fshihje detyrimisht të bizneseve, prokuroria e Fierit çon në gjyq 3 zyrtarët e bashkisë. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq drejtoreshat e bashkisë Fier dhe drejtorin e DVKT-s rajoni Jugor, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe ushtrim të ndikimit të palishëm. Bëhet fjala për Adela Hysenaj, drejtoreshe përgjithshme taksave dhe urbanistikës, Anisa Ciapi, drejtoreshe taksave dhe tarifave vendore, si dhe Vasil Çeku, drejtori i DVKT-s rajoni Jugor. Sipas aktakuzës, hetimet kanë zbuluar se drejtoresha e përgjithshme taksave dhe urbanistikës me iniciale AH nuk ka marrë masat për vendosjen e kasës fiskale në sistemin e parkimit të bashkisë, duke lejuar shmangjen e detyrimeve tatimore në vlera të konsiderueshme. Gjithashtu ajo akuzohet se ka ushtruar ndikim të palishëm për të realizuar faturime fiktive dhe për të ulur vlerat e taksave në disa subjekte, përfshirë manipulimin e përllogaritjes së taksave të një subjekti privat, ndërsa Anisa Ciapi ka lëshuar fatura mbi vlerën reale për disa subjekte dhe pas ankesave të këtyre të fundit ka ulur vlerat e taksave edhe më shumë se parashikimet e vendosura nga Këshilli Bashkiak. Ajo gjithashtu nuk ka marrë masat për fiskalizimin e pikave të parkimit mjeteve në administrimin e bashkisë. Ndërkohë Vasil Çeku ka detyruar inspektorët të kryejnë kontroll në një subjekt tregtar pa urdhër pune nga DPT. Nuk ka kërkuar i kontroll në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe nuk ka mbikëqyrur fushatën sensibilizuese për subjektet e tjera. Në përfundim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier dërgoi çështje në gjyq në ngarkim të pandehurve. Adela Hysenaj e akuzuar për kryerjen e veprave penale, shpërdorimi i detyrës dhe ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga nenet 248 dhe 245 fraksion 1, paragrafi 3 të Kodit Penal. Anisa Ciapi akuzuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorimi i detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Vasil Çeku i akuzuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorimi i detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.